Tuaj që do të vizitojnë vendin këtë sezon veror konsiderohen si klient potencial për blerjen e pronave, sidomos në Bregdet. Ekspertët e tregut imobiliar bërejnë se shumë prej tyre nga pasiguria për të investuar në lindjen e mesme mundën të zgjedhin Shqipërinë. Sipas ekspertëve, duhet të kihet parasysh fakte që sa herë ka turbulenca ndërkombëtare, si në rastin e konflikteve në lindjen e mesme, aktorët ekonomik orientohen drejt tregjeve më të stabilizuara. Pra ata që kanë pasur interes për të investuar në lindjen e mesme, konkretisht në Dubai, po orientohen drejt tregjeve që kërkojnë më pak kapitale dhe ofrojnë kthime më të shpejta, siç është dhe rasti i Shqipërisë. Sipas ekspertëve, jo vetëm jugu i vendit, siç ka qenë tradicionalisht, por e gjithë vija bregdetare është në fokusin e investitorëve të huaj. Investitorët që vijnë nga zona turistike priren të orientohen pikërisht drejt zonave turistike, si Bregdeti i Shqipërisë, duke përfshirë edhe zonën e Veriut. Po dalin projekte të reja çdo ditë ku një fokus i veçantë po i jepet zonës së Veriut, duke bërë tashmë të gjithë vijën bregdetare të Shqipërisë të preferuar për të huajt. Ekspertët thonë se me rregullin bazë të ekonomisë, kërkesë oferte dhe çmimet për metër katror pritet të rriten sërish këtë vit. Nëse do të krahasonin pak a shumë sipas ekspertëve me atë të Malit të Zi, ku metri katror mund të arrijë deri në 14.000 euro, në Bregdetin shqiptar varion nga 4 deri në 7.000 euro në varësi të projektit. Ndërkohë, sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë, gjatë vitit 2025 u investuan rreth 560 milion euro nga të huajt në sektorin e pasurive të paluajtshme, duke shënuar një rritje me rreth 40%, krahasuar me vitin 2024 dhe duke bërë këtë sektor ndër më të preferuarit për investim.